situatë të tillë? Fatkeqësisht dyshoj. Pse? Çfarë motivi ka tash kur i ka hup, kur i ka pru partinë edhe njerë siç ishte? Në 2021 u rrit pat motiv. Ishte njëri ndër ministrat, mund të them lirisht më të suksesshëm të qeverisë Kurtini, u bë kryetar me çat aur, nëse mund të them ashtu. I fitoi zgjedhjet lokale. Pse çka pa të bon këno që u bon i sukses shumë? Për 5 muaj det. A kujtohet çka pa të bon? Po u doki që po punon. A u dokt, aha. Falmirës që më përmisove. Mendoj qofsh. Si vitia. Po pse u bë për kryetar pra? Që e pat frizurën e mira? Po get. Jo bëhet sindromi i Albin. Që Pra, të ke ideja pse Abdixhiku, që ka shka historia. E fitoj një farë hovi, pra pat një motiv, e fitoj Prishtinën, e tjerë, dhe në zgjedhjet e radhës, në shkurt, e fitoj 5% ma shumë, dhe pas 9 muajsh, kemi këthim prapa. Tash, ku ka me pas motivin zoti Abdixhiku me u përballë me zotin Kurti në këtë mandat? Mund të ndrojë strategjinë. A ka ma tragedi? Po. A ka ma tragedi politike, se me qenë përgjithë si kryesor, nuk po thomi vetëme, se s'ma merr mena që ky ka marrë vendimet vetë, ka marrë së bashku me kryesin, kur kanë thonë nuk bën me dalë në koalicion me zotin Kurti, nuk ma merr mena që gjithë kryesia ka